Dhe veçanta as mund t'i përgjithsojmë. Tani jemi dëshmimtar gjithë që policia e qarkullimit rrugor, policët janë gjithkohë në rrugë, në diell, në shi, nuk mund të... Dhe meritojnë gjithë mirënjohjen tonë dhe ja ku e ke Ornelën dhe... Rastet e veçanta as mund t'i përgjithsojnë. Kanë gjithë mirënjohjen tonë. Për atë që janë, unë i kam qojtur minatorët e rrugës, janë në rrugë. Tani, çështja është që sjellja e policit, sjellja e qytetarit kanë problematik, por përgjithsisht qytetarët janë problematik në sjellje me policë. Qytetarët janë si policë, vëlla. Sillen si policë në rrugë. Drejtuesit e automjeteve, në momentin që i ndalon polici i qarkullimit rrugor që ai është i rëndësishëm për të parandaluar aksidentin, masa që do marri nëse ka bërë shkelje drejtuesi i mjetit, ai e shikon si armik dhe fillon edhe krijojnë edhe probleme që në debate, që në komunikime, mesazhe, telefona, kështu që ne kemi probleme të mëdha me kulturën qytetare të drejtuesit të mjetit, pastaj do kalen dhe te policët. Policët janë pjesë e jona, pjesë e shoqërisë, janë qytetarë si ne. Po pra të shembullin duhet ta japin të parë tani. Çfarë të keqe kam ne? Edhe shembullin duhet ta japin të parë. Ata s'mund të përgjithësojnë. Ja Fationi. Punojësi i policisë, në moment që mund të ndalojnë qytetar, nërmjet telefonit bën verifikim targe? Vetëm nëpërmjet sallës, në rast se ka probleme. E përdor ka për nevojë pune për. Absolutisht. Po e thaj. E thaj. Edhe një herë të lutem, ja sqarova dhe ta them me kompetencë dhe me përgjegjësi të plotë. Sidomos Tirana, më lejoni të flas për Tiranën se nuk marr dot përsipër të flas për Shqipërinë. Pavarësisht se kam bindjen time duke parë thash nga eksperjenca shumë vjeçare që një punonjës policie mund ta ketë shumë të reduktuar kohën për të marrë me gjik nga mingla gjatë periudhës që është duke ushtruar detyrën, sidomos kur avokati thotë më ndalon mua dhe merret me celularin. Pra do me thënë, është e pa... Nuk e thash në konceptin e kundrapërtimit administrativ. Gerhard, Jo, pse e thash? Ne do njëherë humbim vëmendjen tonë, sa që unë ka shumë raste që mua goca më thot mami hiqe telefon. Janë dy... Po pra, po ju... Po flet asnjëherë me Bluetooth. Analizimi që po i bëni debat... Ornela flet me Bluetooth, nuk flet kurrë në celular. Mesazh të gabuar. Dhe kjo është diskutim që ne po bëjmë dhe delegimi i përgjegjësisë te një strukturë tjetër, në këtë rast punojnë si policisë, pra po përçojmë mesazh të gabuar. Pra do me thënë, rregulloni një herë veten juve, pastaj na kërkoni ne llogari. Edhe këtë gjë, nesër kur ta ndaloj unë zotrin dhe t'i them, lutem, të pash duke përdorur aparatin celular, përgjigjja do marrësh, rregulloni një herë veten tuaj juve, pastaj merru me mua aty. Edhe kjo është mendoj unë gabimi